160 milion lek do shitet e gjithë kjo prona këtu, shikoj e pak. Pra, sipërfaqja e tokës truall është 232 metra katror me dokumenta. Por, kemi dhe 3 kate. 3 kate, se cila ka 120 metra katror ndërtim. Po flasim për 160.000 euro, 60 milion, sepse pronari i donë me milion tani, se ka ra euro. Por po flasim dhe për 360 metra katror ndërtim. Atëhere, tashi do t'ja lej llafën Gjonit. Tu ndodhim lagjen Qamve, në Rapaj, jemi rreth 100 metra nga autostrada Pjepa Shkëzer Krahet Djath. Gjithë këtë përën për 160 milion afrim ja vlen. Mendoj unë sepse këtu jemi larg detit, jo më tepër sa 300 metra. Jemi shumë afër. Kaq lek bon një apartament. Mirë po, këtu flasim për 360 metra katror ndërtim. 3 kate. Është armatur moderne, armatur bashkohore. Kështu, nëse ti apo miku jo, ton të investosh, investoni të sigurt, me mua dhe me Gjonin, është 300% siguria, jo 200%. Kjo pronë mos i viti Shkëndria dyfisht. Besimi juaj, përgjësia jonë. Hajde ta shesim sa më shpejt. Kati parë, për gjithë ju që e ndiqni këtë video, është garazht. Është garazht. Bëhet llafe, lagja Çomve në Arapaj, do më thonë gjithë me plazhin. Hopim në katin e dytë. Këtu janë pa mbarume akoma. Hopim në katin e dytë, që e kanë shtru me plaka, armatur betoni, kemi rrugë gjithanej, shikojnë e pak, kjo është shtëpia. Asë nuk kemi që zbukurojnë, asë nuk kemi që rregullojnë. Vetëm ditë themi që ka sipërfaqe 120 metra katror. Është e organizuar 3+1, me balkone, me banjo mrena. Kjo është, nëse ka në joni që donë të investoni të sigurt dhe mos marrni lek në për kavanoza apo në për banga. Ju përshëndes, katin e tretë do e jap në WhatsApp.